shkollave të juridikut, apo jo? Unë më shumë do të isha fokusuar në anën politike të kësaj, pasi që dua t'ja lë juristëve dhe ekspertëve kushtetues të flasin më shumë për këto detaje. Megjithatë, ajo që është fakt sot është që dekreti që është ndërmarrë nga presidenti i vendit është dërguar në gjykatë kushtetuese, kështu që adresa përfundimtare se kush ka drejt do të jetë gjykata kushtetuese dhe ne presim me padurim tashmë dhe shpresojmë që këtë herë gjykata kushtetuese ta lexojë mirë situatën politike në vend dhe t'jap ndoshta një përgjigje në një kohë sa më të shpejtë të mundur. Tash nëse mund të ndërlidhem me zotin Feta më herët, u përmend 5 janari si data kur është dashur të fillohet procedura. Tash ne e dim që në atë kohë s'kemi pas kuvend funksional. Kuvendi është themeluar me 11 shkurt, kështu që dita më e hershme që kuvendi ka mundur të fillojë këtë procedurë ka qenë 12 shkurti. Nëse nisim në këtë logjik dhe këtë pikën 3 të nenit 82, atëherë afati ishte deshtë shtyhet deri me 11 prill apo nëse fillojmë në 12 shkurt ose 12-13 kur do që i bie, pasi që kuvendi nuk ka qenë në pozitë që të fillojë procedurën më herët. Ka qenë i konstituar. S'kemi pas kuvend të themeluar. Nëse ke kuvend pa themeluar është e pamundur që të respektohet një pikë e tillë. Kështu që ndoshta një logjikë e shnor do të kishte thënë që eventualisht do duhet të ish numëruar qysh prej datës 12 shkurt. Po ashtu mendoj që liderët politik, ndoshta kryesisht edhe kryeministri Kurti është deshtë të fillojë edhe procedurën e negocimit të partitë politike shumë më herët. Nuk ka pas nevojë të pritet ka gjatë. E dim që pa të bërë atë sekuencimin e ngjarjeve që thoshte që së pari kuvendi, qeveria, buxheti tek pastaj presidenti, mendoj që të gjitha këto kanë mund të ndodhin në të njëjtën kohë. Dhe ka mund të kemi ndoshta edhe një proces politik, negocimi, shumë më transparent dhe më substancial mes liderëve politik, pasi që ajo që kemi dëgjuar edhe nga liderët politik, shihet që ndoshta ka pas edhe mungesë vullneti politik që të arrihet një marrëveshje konsensusi. Kështu që është një pikpyetje e madhe, mbetet të shihet se si do të veprohet. Ajo që shpresoj që do të veprohet është që secila palë do të precë vendimin e gjykatës kushtetuese, pa marrë parasysh do të ketë mas nga gjykata apo jo. Edhe pse ajo ka pasoja ndryshme, nëse ka mas, nuk kemi me njëherë zgjedhje, por nëse... Pikërisht, po tash është pikpyetja, do të vazhdohet me procesin, pasi që takimi i sotshëm i presidentes me disa prej partive politike ka qenë mu për këtë arsye, që të caktohet një datë zgjedhjesh, kështu që unë shpresoj që nuk do të caktohet ndonjë datë zgjedhjesh para se të vijë një vendim nga gjykata kushtetuese, pasi që është thënë edhe të kaluarën edhe nga ekspert juridik, mendoj edhe nga zoti Fetau, është thënë që në momentin kur është një rast në gjykatë, është mirë të pritet derisa të merret një vendim e jo të vazhdohet pa marrë parasysh çka do të ndodhë në gjykatë kushtetuese ose jo. Kështu që jemi për fat keq edhe një herë në një kaos të krijuar nga klasa politike. Mendoj që shumë prej këtyre kaoseve që i kemi kaluar në 13 muajt e fundit kanë qenë kryesisht si rezultat i konfliktit politik dhe i mungesës së disponimit, ta quaj ashtu, të partive politike që të ofrojnë zgjidhje për problemet politike që i kemi. Ajo që vlen të përmendet po ashtu është që mendoj që kjo që po shohim tashmë është një nonshalancë e liderëve tonë politik, duke marrë parasysh kontekstin global. Jemi përballë gjithë këtyre konflikteve rreth botës, jemi përballë një armiku i cili na kanosë çdo ditë, na kërcënohet çdo ditë. Tash fundi kemi dëgjuar edhe një metodë tretë luftës se dëshirojnë ta përdorin kundër nesh. Kështu që mendoj që është një periudhë në të cilën ne duhet të kishim institucione të konsoliduara dhe të qëndrueshme që të përballen me çfarëdo problematike që mund të na vijë dhe në të njëjtën kohë që të fillojmë punën edhe në nivelin ndërkombëtar dhe në punën me partnerët tanë strategjik në mënyrë të avancimit të proceseve në qoftë në dialog, qoftë në integrim evropiane, po ashtu edhe në punën që nevojitet për rimëkëmbjen e ekonomisë të vendit. Kështu që probleme kemi sa dush, mirë po si duket për partitë politike, më rëndësishme është të mirën me këto inatet individuale ose me krimin e konflikteve politike të paqena. Mirë, Mrikenda, se zgjedhja e presidentes në Kosovë ka qenë një çështje gjithmonë